الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata e falenderojmë për ti fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamat, do të vazhdojmë me izin e Allahut subhanahu wa taala në rrëfimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, në bazë të rrëfimit kuranor që na e ka rrëfyer Zoti i Madh te bareke wa taala. Përfunduam në ligjëratën e kaluar debatin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe përfundimin e këtij debati me thirrjen e idhujve të popullit të Babilonit në Irak, ku Ibrahim a.s. në mënyrë figurative u a then ato imagjinatat të cilat i kishin portretizue me idhuj dhe ju tregon se ato nuk meritojnë adhurim. Dhe pas kësajna, për shkak se ata nuk kishin asnjë lloj përgjigje për t'i dhënë Ibrahimit a.s. nga sa ai u tregoi në mënyrë praktike se me pasqen Zota nuk do të kishin pas mundësinë që të thyhen, andaj pasi që u thyen, ata nuk janë Zota. Andaj nuk kishin gjevab tjetër, sikur që thot Allahu subhanahu wa taala, fama kana jawabu qaumihi. Ata s'kishin tjetër gjevab, pos me thanë çfarë? Vritne, mbytne dhe djegne Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është gjevabi çdo njerit i cili zbrazët kesja e tij prej argumenteve, nga sa ai i cili ka argumentet s'ka nevojë me e përdor, s'ka nevojë me e përdor zjarrin. Andaj na tregon tani Allahu subhanahu wa taala se si kanë rrjedh ngjarjet pastaj me Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Natyrisht të ndëruar xhamat, ngjarja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam ka ardhur në shumë prej sureve, tham se ka ardhur në surën Al-Ankabut, edhe në surën As-Saffat, do të shohim pastaj me lein Allahu te bareke wa taala. Përfundojmë ligjëratën e kaluar edhe një meselë që ne kam përmend dietar për të kaluar pastaj tek debati Ibrahimit alayhis salatu wassalam me mbretin i cili kishte polemizuar gjithashtu me Ibrahimin alayhis salatu wassalam për hakin edhe meritën e të qenurit Zot. Pasi e djegin Ibrahimin alayhis salatu wassalam, zjarri nuk djeg. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Thot Allahu subhanahu wa taala, ne i tham zjarrit, o zjarr, bëhu i ftoft edhe mbrojtje për Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Dietarët e muslimanëve kanë qenë disa mundësi të tjera për ta shmang djegjen me zjarr, por Zoti nuk i ka thënë Ibrahimit me vepru ashtu. Për çfarë arsye? Që të jetë argumenti më i plot për Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Për shembull, ka mujt me ik dhe mi u shmang në ndëshkimit me zjarr. Apo ka mujt pra Allahu xha me shpëtue Ibrahimin alayhis salatu wassalam dhe mi kallëzu që këta po dojnë me të mit, edhe ti hik edhe ki shpëtu Allahu subhanahu wa taala. Po pse ja ka leju Zoti me gjujt në zjarr? Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve taala. Kjo mundësia e parë. Mundësia e dytë është ka mund Allahu xhelel xhelalu me fik zjarrin me ujë, ka mund me zbrit shi. Ata 40 ditë janë harxhuar me dru, e kanë kall zjarrin e ki zbrit Allahu shiun edhe e ki shfik zjarrin. Por Allahu nuk e ka bë këtë. Por çfarë arsye të ndërum xhamat që mos tu mbetet asnjë lloj vezvesje e rreme popullit të Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Nga se nëse kish ik, çka kishin thënë? Kishin thënë ti shkon këtu, mos na kish ik, zotat tonë ishin hakmir ndaj Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Të kish rashi, kishin me thënë, kena me prit një ditë kur s'ka shi, edhe ka mu hakmar Zoti jon ndaj Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Allahu i shmangi këta mundësitë e tjera dhe çfarë i tha? Rri aty në të gjujnë. E unë i analiz zjarrit, çfarë? Efektin. Për treguar çfarë? Se çdo detaj në këtë dunja është i kujt? I Allahu subhanahu wa taala. Ai menaxhon me to. Ai drejton me to. Andaj shikoj të ndërum xhamat, çdo veprimtari që e bëjnë pejgamberët është me urtësinë më të plotë dhe urtësitë vetëm zbulohen. Andaj na për shembull, shumë herë kemi përmendur të ndërum xhamat se asnjëherë janë Ramazan i kalum nuk është i njëjti edhe sot. S'ka mundësi dhe ai i cili mund të njëjtin as e ka kuptuar Ramazanin. Duhet gjithmonë mi dhon kuptime shtesë Ramazanit çka vjen. Sikur që na çdo herë që lexojmë Kur'anin kuptojmë diçka tjetër. Çdo të lexuam të Kur'anit i kupton diçka tjetër. Dhe ai i cili e kupton çdo të lexuam të njëjtin sen, ai s'ka kuptuar asnjëherë kur gjë. Sepse nuk mundesh me e pa në Kur'an
këtë dije të madhe sa herë ti të njëjtën e sheh. Dhe kjo është prej mungesës së pjekurisë në leximin e librit të Zotit te bareke ve teala. Tani të ndërum xhamat çka ndodh? Përfundon hedhja në zjarr. Nuk e djeg zjarri. Fa anjaynahu. Allahu ja thot e shpëtuam Ibrahimin. E shpëtuam, shiko, këtë fjali engjej, ne e shpëtuam Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Nuk deshti Zoti ta djeg zjarri, po deshti Allahu subhanahu wa taala që të djegon edhe zjarr putistave, se ai i cili që këtë zjarr shka ju e adhuroni prej mresit të shumë zjarr idhujve që i adhuroni, është Zoti Ibrahimit ai i cili menaxhon ata. Se ka pas për tyre që kanë adhuruar edhe zjarrin. Ka shku zjarrit i kanë bëhe sejdë. Allahu xhela për një herë ka bot ftoft. Pra komplet atë që ju imagjinoni si fuqi e madhe, Allahu e ban akull. Madje jo veç akull, po e ban edhe çfarë? Siguri flat për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Tani të ndërum xhamat vijon një ngjarje e re për jetën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, dhe ajo është debati tani me mbretin Namrud, sikur ka në për disa prej tefsireve të muslimanëve. Ngjarja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam të ndërum xhamat vjen në Kur'an e shpërndamë në për sure. Ngjarja e mbretit ka ardhur veç me një ajet në surën Al-Baqara, pas 2 ajeteve mas ajetit Kursi. Do më thonë, që ka i thojnë atëna të spidova, apo ajeti Kursi, Allahu la ilaha illa hua al-hayyul qayyum. Pastaj la ikrahe fit din është ajeti par mas ajetit Kursi. Pastaj Allahu waliyyu alladhina amanu, Allahu është mik mbrojtës i besimtarëve. Me njëherë ka ardhur ngjarja e Ibrahimit me mbretin, me një ajet. Po do ta shohim se Allahu subhanahu wa taala me një ajet i ngjej shumë prej domethënieve. Dietarët e muslimanëve të nderuar xhamat kanë diskutuar se kur ka ndodhur debati me mbretin Namrud. A ka ndodhur para gjujtmës zjarr a mos gjujtmës zjarr? Apo disa ulema çfarë kanë thënë? Mendimi i parë është se mbreti ka diskutuar me Ibrahimin pas hedhjes në zjarr. Pasi që e ka pa që ky nuk pe gjega zarmi. E që me bojmë me muhabet me ta. Mos pëmuj me e bin me muhabet. Dhe kjo është mendimi më i saktë i ulemave. Për këtë arsye e kemi shtyje pas hedhjes të zjarrit, për shkak se Imam Ibn Gjeriri dhe Imam Ibn Kathiri, sikur që ka përmendur edhe tafsirin e tina, edhe në librin e tij historik të madh, ka thënë ngjarja me mbretin ka ndodhur pas hedhjes në zjarr. Argument është se Allahu subhanahu wa taala nuk na tregon se pas debatit e kanë gjujnë zjarr. Kjo është mendimi i parë dhe më i saktë. Disa ulema ka thënë çfarë ka ndodhur, e ka marr mbreti para se me gjujt në zjarr. Pra, ka thonë bemani edhe mua një herë, ta provoj edhe në unë, si së regulohet atë gjune në zjarr. Kjo është njëri prej mendime mirë, po nuk qëndron. Apo disa ulema ka thënë ne qëndrojmë neutral, sepse Kur'ani nuk na ka dhënë data dhe ne nuk japim data. Pra nuk na ka dhënë para pas, nuk e dim a ka ndodhur pas hudhjes zjarr apo ka ndodhur para hudhjes zjarr. Me rëndësi se dy ngjarjet janë të hak, i ka ndodhur Ibrahimit alayhi salatu wasalam, dhe pastaj do ta shohim vetë ngjarje pse Zoti nuk na jep kësi detale, për shembull, a ka ndodhur para apo pas. Edhe çfarë emri ka? Për shembull Allahu xhallahu thot alladhi hajja Ibrahim, ai i cili ka bë polemik me Ibrahimin edhe ka qenë mbret. Kush e kon, tek o kon, çka ka bë, nuk na ka kallëzuar Zoti madh te bareke ve teala, por shkak se nuk i intereson lexuesit për dobin e tij t'ia din emrin. Do ta shohim me len Allahu te bareke ve teala. Kjo të ndërum xhamat kanë qenë prej asaj çka e kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Tjetra, kush është ky mbreti? Ky mbreti të ndërum xhamat thuhet në historinë e muslimanëve, sikur që kanë ardhur disa tefsire, se 4 veta e kanë udhëheq dunjën, sikur që nuk e ka udhëheq kurkush. 2 musliman, 2 qafira. 2 musliman edhe 2 qafira. Pe 2 qafirave cilë është, njëri prej tyre është Nemrudi. Njëri prej tyre është Nemrudi dhe njëri prej tyre është Firauni. Domthon Faraoni edhe Nemrudi janë 2 qufar të cilët e kanë udhëheq dunjën gat dhe kanë pas pushtet të fortë. E vi muslimanëve kush është? Sulejmani alayhi salatu wassalam edhe Dhulqarnaini. Sulejmani edhe Dhulqarnaini, të cilët i ka përmendur Allahu te bareke ve teala se ju ka dhënë shumë pushtet në tokë. Dhe pushteti të ndëruar xhamat është afër çmendurisë, nëse nuk menaxhohet me iman. Do ta shohim tani në këtë. Që ta kuptoni se çka po ndodh në dunjë, se si ndodh çmenduria e njerit me shku çfarë? Me shku në çfarë? Deri në shkatrimin e njerëzimit.
E lutim Allahun që Allahu t'i ruaj muslimanët kudo që janë, ya rabbal alamin, nga çmenduria e të çmendur dhe nga dora e zullumçarit. Do shohim se këta njerëz kanë pas shumë pushtet. Si quhet, apo në Kur'an nuk ka emër. Mirë, po në për tefsire, sidomos në Izraeliate, ka ardhur se ky njeri i cili ka polemizuar me Ibrahimin alayhis salatu wassalam është quajt Nemrud. Dhe në disa transmetime Nemrudh me dh. Nemrud është i njohur në historinë e përshkruar në Teurat, edhe gjithashtu edhe në historinë e të tjerave. Kjo të ndërum xhamat është ajo çka kanë përmend dietarët sa i përket meselës së emrit të atij i cili ka bërë polemik me Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Tani ta dëgjojmë ngjarjen çfarë thot Allahu te bareke ve teala, dhe të ndalim me mësimet që i kanë dhënë dietarët nga kjo ngjarje. Thot Allahu subhanahu wa taala: alam tara ila alladhi حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. تبارك قاتنا الله سبحانه وتعالى. Shikojtë në rrumë me një ajet, do ta shohim se do ta zgjerojmë pak, do ta shtrim pak më tepër, të shohim se sa për mësime kanë nxjerrë dietarët në këtë kontekst. Pra, pasi shpëton Ibrahim alayhis salatu wasallam prej zjarrit dhe e shohin ato tu dal pi zjarmit gjallë, se ka prek as një grimc djerse, madje ka ardhur transmetime se i ka ardhur fllad. Dhe i ka ardhur atë shumë fllad sa ka thënë Ibrahim alayhis salam jam kënaq më rrela. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam se Ibrahimi mrena zjarrit ka thënë hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu dhe ajo është mbrojtësi më i mirë. Ajo është mbrojtësi më i mirë. Del Ibrahimi alayhis salam gjallë. Dhe këtu do dash me përfundu skena, por ja që të veçelat nuk besojnë, arrogantët nuk besojnë, të padishmit nuk besojnë, paganët s'besojnë. Ata dash me thonë, masi edhe zjarri se djegi, putat na i thaj, debat yjet hanën diellin i përfundoi, do të më kthej na te vetja jon me thonë Ibrahim, kallë çfarë feje, kit vin pas tije. Mirë po jo. Çfarë kanë thonë? Kanë thonë i kanë kallëzu sultanit, i kanë kallëzu Nemrudit. Kanë thonë kështu na deshte me gjek, po edhe nuk u gjek, që ka dal gjallë, se ka prek. Pra nuk i ka lënë mbres mrekullia e mosdjegjes zjarmit, apo të cilën tham zogi veç ku ka kalue, ka ra i pjekt. Apo 40 ditë zjarr e kanë bën një herë si shtëpi të madhe, mos ania ka shlu zjarmin. Dhe çati se ka djeg zjarmi Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Dhe kjo të ndërruar është për mu'gjizave më të mëdha që kanë ndodhur Ibrahimit alayhis salatu wassalam, mirë po nuk kanë besuar. Atëra leje që nuk kanë thonë, por çemu kush të pështoi? A dosh me thonë, o Ibrahim kush të pështoi ti? Apo ose për me kuptuar ndryshe, hini ju këshire çka ju ndodh. Hini ju në zarë, që kuptoni se Zoti jam mbrun mua, e ju s'kini Zota që ka ju mbroj. Hinë ti në zarë me që ata prej frigës mi u afru zarmit, qëfar kanë bo? Atë shumë u djekë zarmi, sa që kur kanë dash me gjujt Ibrahim a.s. kanë thanë, a i shka ka me qu, du të dhaj mu gjekë. Apo? Pasani që kanë thanë, jo, nas dojna me gjekë tonin. Që kanë thanë, gjuje me katapult. Atë që i ashpër u konë zarmi, kanë thanë, a i qka ka me qu, dër të zarmi dhe a i ka mu gjekë. E pëqish mi abo, atër kanë thonë, a di qka? Ta gjuj me katapult më sta hup me një njëri na. To më thonë ata e din se zjarmi djek, se e kanë bo planin qysh me qu Ibrahim dër të zarmi. E tani, a o kanë në logikshme, apo me thonë, o Ibrahim, qysh ke dal të të prekna? I gjallia, ka dal i gjall i pastër, sikur që ka him rejna. Me gjitha ta kur gjan nuk ju kalon, qfar, ndikim. Sikur që është e zakonshme, në zemrat arrogante kur gjan nuk lembres, përveç egove të tyre. Atër që kanë thonë këtë mora me qute mreti, me të mreti, veç sultani e drejton. Dhe ka të spetime se sultani ka thonë, masi se ka gjek edhe zjarmi, bero unë diskutoj me ta. Edhe kanë shku të mreti edhe i kanë thonë se ky thot që gjithë shka adhurohet përveç Allahut të batil. Ka thonë edhe une, apo ka thonë edhe ti? Se ata i kanë adhuru mbretrit. Do të shojmë tani të dobit e tjera, do dhime lejnë Allahu te bareke ve teala, se te këta nuk ka problem numri madh i idhujve dhe të adhurumve. Problemin vetë Zoti i madh te bareke ve teala, i cili meriton që të adhurohet me hak. Andaj e dërgojnë te mbreti për me diskutu me ta. E bana i planin e vet, rrin kursien e vet, në fronin e vet, i vendos ato mirisat e vet, edhe çfarë? Edhe sjellin Ibrahimin alayhis salatu wasalam, sikur që e sjellën në gjykatën e parë para djegjes me zjarr. Mirë po tash i kanë thonë, s'kena më punë me zjarr, tamam, s'po djeg zjarmi, apo të bëjmë bisedë. Diskutojmë, polemizojmë.
Dhe çfarë tham? Fillim ju kujtohet, irakian janë kanë njerëzit shkollum. Janë kanë njerëzit të mëshëm. Apo mirë po, shirku edhe idhujtaria të ndërum xhamat ja humb nurin shkollës. Kur i shkollum, po ai ki pati për shembull, ai janë i shkollum, ama si nëse nuk kanë fe, ti është kot te kot fol. Nuk lidh kurkun kur gjao, pse? Sepse nuk mundet njerin tërë me kallzu diçka. Kur t'ja heksh nurin e Zotit njerit, si jetë kur gjao atina. Ai sinti ka gjilpan, ama dritë s'ka, çish t'shofe ai. Andaj ti sa dush mi pas sitë e mirë. Ti gjilpanën e shama, me tashim dritën, e mos janë tu majt. Pse? Se nuk po sheh. Me ta kall dritën, apo drita është nuri i Zotit. Andaj me gjithë shkollën dhe qytetrimin dhe civilizimin që e kanë pas, çka i ka bë? I ka bë me radhë të degradum. Do ta shohim tash çfarë debati ka bë. Që njëri mëshëm nuk e ban ata. Mare njëri fëmia nuk e ban ata. E ka bë mbreti. E ka bë mbreti i cili o 1.4 mbretëve të botës. I kanë bë ibadet aty, kanë rësej, i kanë bë ruku. Si e përshkruan Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu xhalla xhelalu, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Shiko, alam tara. Të ndërum xhamat, alam tara, apo për shembull e keni mësuar këtë sigurisht surën e cila është më shkurt, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Çka është alam tara kayfa? Ktu ka thon alam tara ila alladhi. Alam tara nuk e ki pa. A nuk e ki pa? Muhammed sa nuk e ka pa. Asu kanë aty. Pse vjen Kurani a nuk e ki pa kur ti s'ki as mundësi me pa? E ka për qëllim disa prej dobive. E para që ti besosh lajmërimit të Zotit për një skenë të cilën ti nuk e ki pa, sikur jetë tuk e pa. Por shkak se ai çka po të kallzon, është më i sigurt se sini jot. Ai çka të kallzon, është më i sigurt se sini jot. Për shembull, të ndërum xhamat, ti ke prezantuar një ngjarje. Dhe ka ndodhur diçka është pi lëvizjeve të shumta, shumë kera kanë kaluar, shumë lëvizje kanë kaluar, shumë njerëz kanë kaluar, dhe ti ki pa ato. Edhe vjen njëri të marr për dëshmitar, ashtu, a ka kalu filani, çish u bë ndeshja e kështu me radhë. Ti thu vallahi pashi ashtu, apo. Edhe në fund çka i thua? Ama për më sigurt, këshin në kamerën. Sa jo më mirë di. Ai kanë gjizu preciz, apo. Unë e kam pa, unë për mas nuk shoh. Unë kam pa, çka kam pa. Apo, e nëse ti thu njerit ti thu, qyre, por shem ka ndodhur një hajdutni. Edhe ti thu valla mu duk çuçiki kana. Ama për më sigurt, shloj kamerën. E kamera nuk ja huq. Se kamera e din milimetër ka hi ka dal. Nëse ti ja dorëzon kamerës, çfarë? Ilmin se ai më mirë di ajo. Apo kamerës ajo. Pse si ti thunë nuk shon tanaon, unë shoh pak. Bile pat zhurm, frikë apo. Për shembull, nëse njeriu për shembull ka ndeshje vëllazër. Bandeshje apo? Edhe tash për shembull ti thu, çeve ka ki pas mundësi me shku, po vëlla, po unë u hutova mo. Edhe kur të thot njëri më nuk shef. Ama për shembull kur ta dalë me këshir kamerën thot, po këshireve sa pas na letë pas na bot. Po be letë ki pas, po u hutove. Njëri hutohet. Edhe ja dorëzon kujna, thot kamera sigurt e di. Nëse ti ja dorëzon kamerës se e di më mirë, sa e ka bërë detalin. E këshir me 100 euro, kthejmë ka dale. Para meno, lajmërimi i Zotit. I cili ai ka kriju insanin, e ka kriju dunjën, edhe ai, nëse ti e nal kamerën pa us, prit që do ka dalë tash më mirë. Nale tash. Avroja pa krien, avroja pa ftyrën, çiki kana. Në rregull. E Rabbul Alamin kur na kallzoi diçka. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala, alam tara. A nuk e ki pa, se ka pa. Por ti merre këtë lajm që po ta kallzoj, unë sikur me pa. Pse? Se lajmërimi jam më e sigurt se pamja jote. Lajmërimi jam më i sigurt se pamja jote. Më sigurt të kallzoj unë sa ti me pas pa. Ti edhe me pas pa ngjarë çati, nashta se ne kishë pa ç'ish duhet. Apo, a ka mundësi për shembull të ndërrojnë xhamat? Ka mundësi se këta paganët s'ja kanë nu asni, s'ja kanë mund nenën hiç ka po fol Ibrahim alayhis salam. Allahu xhan neve na ka rujt. Pra me paskon ti atë pitutës në Nemrudit, ndoshta se kisheni hiç Ibrahim shka të fol. Pse? Se ai të kishte thonë Nemrudit rriti pa konaton, larg. Apo, e Allah ne ka kallzu neve detaj. Pra, pse ka ardhur elem tara se lajmërimi i Allahut për neve është më e sigurt se ajo që ka na e shohna me zitet tonë. Një ditë për ditëve, të që ka të spëllim në Bukhariu, nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, Isa aleyhi sallallahu aleyhi sallam, pejgamberi Zotit aleyhi sallallahu aleyhi sallam, e shef një njëri të vjedh. E shef një njëri të vjedh. Sikur që, si cërit mundët mira me pa, apo, sikur që na për i shof në këtë hajdutat, për i shof me të korruptumt,
pishop mi degradum, të bam budall para sinjve, munot me edhe çka? E pa Isa alayhis salam tha sarakte. Tha e vedhe. E ka po njërin të e vedhe. Apo tha sarakt, e vjedhe. Tha wallahi ma sarakt. E nisi me babesi kushtë në e ku pa stakfirullah ti bistikfar. Po be po ti dhe dim që ban ti bistikfar, edhe tëube, edhe istikfar, edhe Allahin e përmen. Ama ki vedhe. Çka tha Isa alayhis salam? Tha vedhe. Ky tha pasha Allahin s'kam vedhe. Çka tha Isa? Tha Isa alayhis salam, amantu billah wa kadhabtu ayni. Tha pi besoj Allahit edhe për përgënjështroj sinin tem. Sa për njëzën e thëmë, Allah, unë e të pashtu vetë, po ani mas i të bobe, a që besoj që ti ka në Ibrahim ibn Adhemi, a mu jam të di që i manipulator, Allah. Shumë prej njëzve të nërrumë gjemat, ma me rëndësie kanë, mës të njohi njërës për manipulator, se sa mës më kanë manipulator. Aj ma shumë e ka gajle, ti thoi njërëzit që i ullzum, se me kanë i ullzum. Apo, nuk ka me rëndësia pëse e divijum, me rëndësia të më thoi njërëzit muhe. Apo, aj ma shumë e ka gajle njërëzit ti ofrojnë ngrotësi, imanorës a i të ketë ngrotësi me mrena shpirtit vetë. Çka tha Isa alayhis u kri, i besoj Allahut, e përgënjeshtoi sinin. Pse? Se e përmend Allahun. E ka pas për qëllim. Dietar kanë thonë, Isa për një me e ka pa. Po ka dashur më mësu njerëz se dikush ku t'ju bojë bën Allahin leje. Leje. Apo, andaj të ndonjë duhet mësohemi që lajmët e Zotit ti marrim më të besueshme se ajo që na e kena pa. Sepse ti shumë gjëra i ke pa, del njeri jashtë xhamia thotë ku janë kpucat e mia. Çe o i ndërum pak më poshtë, nuk sheh. Apo, edhe që ki njëjtë, mësane i thot, qish me kjo punë në Kur'an, po ti këputat me si pave, apo. E ka njëri silegrafin, ndorë, thot, kush ma ka mërë silegrafin. E du mi thonë, ndorë e kje. Apo, se na thojna qfarë, nuk shë me si, po shë me men. Vesh një dakik i duhet njëri, trak i nalet edhe kur gjamu nuk shëf. E, qka në mësën Allahu? Elem tëra ila ledhi haqje Ibrahim. A e ki patja qka ka polemizu me Ibrahimin, alayhis salatu wassalam. Pasa qëfar i ka thanë? Elem tëra ila ledhi haqje Ibrahim fi rabbihi. Qika të ndërum gjëmat, me gjithë se polemika bëhet mes dy palve. Apo? Kur përdorët ka polemizuar, e ka polemizu me dikan, edhe a i ka polemizu, edhe ki ka polemizu. Pra edhe ki ka fol, edhe a i ka fol. Mirë po Kur'ani neve qka thot? Elem tara ila ledhi haqje Ibrahime. A e ki pati cilje ka polemizuar Ibrahimin. Pra Ibrahimi ka fol. Mirë po këtu për ta të regu Allahut qfar? Se Ibrahimin e kanë morë hec këtu. Pra ky ka qeni i thtuar, i pandehur. Ky ka qeni i akuzum, hec këtu të folna me tyje. Pra të regon Allahu subhanahu wa ta'ala sa zore ka pas. Andaj edhe kur ta lezojmë Kur'anin me të gjvit, qish lezohet? Elem tara ila ledhi ha gjashzanore. Kjo gjashzanore djetarë, disa për e të rëshfar kanë thanë? Ka thonë kjo zahmet. Në sikletu ka njëri. O konë sikletu ka dollë para mbretit. Pra, me gjithë se polemika, se ti mund është me bo polemika në qajtore, pi kafe edhe pi ti, apo edhe drejtoni ketë, me Iran me ketë, në drejton. Ketë komplet, e di ketë qka të ndodhë. Ama as ti zdi, asaj zdi, u kri pine qajnë e pagun hec, ose e leveresi. Ama këtu sikleti madho, helem tara ila ledhi haqje Ibrahim, e kanë thirë, shtete ka thirë, në mrudje ka thirë, sultane ka thirë, cili i ri njërzit sejshda, ka pas njëri, ka ne sejshde, hiq pa quhe, me roge ka pas. Rriti sejshde, qo, esos, vend tjetëri, rrisë, ki pas i sigurimat. E ka 8 saat, 12 saat e runderën. Mësa ne vend tjetëri. A mos guzëm me pa sigurim. A i vazhdimish ka pas njerëz që ka ne sejsh dhe ati. Dhe mush me vërmush, qëfar ushimit kibrit ka ki. Qëfar kibrit? Ti me të ne dikush non stop kështu, apo? A dhe ti ishe plot për njerëz që janë adaptu vazhdimish mi lakmu, kriot faraonizmi taj. Zguzo kërkush mi aprish ati. Zguzo kërkush mi thonë, o ti po gabim be ekibe, ke fshin krejt. Zguzo mi thonë, pse? Sepse është mësu vazhdimish me robrin e njerëzën ndaj ti. Andaj shiko, elem tara ila ledhi, kur të lezësh Kur'an, edhe përcjela, atje e kije zanorën e gjallë. Haqje Ibrahim. Pse? Se ka mujtë me thonë, ka polemizu, jo, e zgjatë. Pse e zgjatë? Se ka zgjatë zahmeti. Se kletë me folë me mbret. Se kletë, e ki bakur vinë përgjimuaj, një vend i vogël, me 50 kera të vinë ato. Me 50 kera, po paramënoj, majnal më kanë. Po paramënoj më kanë, union, shumë maj madha. Paramënoj kjo i vetëmi mbret. Shko qëtër. Paramënoj sa i madhu kanë. Me gjitha tha, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, elem tara ila ledhi haqje Ibrahime. E kanë marë Ibrahimin për polemik. Mirë po, Allahu ja ka forcu Ibrahimin a.s. dhe ja ka zhidh një në gjuhës dhe nuk ka bëlbëzu asa sekundi. Dhe jo veç kaq,
sepse shtypja e polemikës dhe venit ku të polemizue ja hub njerit argumentet. A keni pa për shembull sot, pse kanë kriju këtë advokaturën, mbrojtësin? Pse? Se thot i pandejori o të një shqetësum se na të fol. Apo pi shtypjes të madhët se në të fol ki fol ki qetër. Pse? Se kjo është jashtë emocionit. Apo thot edhe e dish ka foli une. Apo pse e kanë kriju? Që ti s'di me fol, thot ka dalë une foli për ti. Ibrahimi s'ka pas advokat ati, vetë ato është me fol. Dhe leqja jo s'ka dit as me than, Ibrahim a.s. a dosh me menagju edhe budallallëkin e ti, edhe rujtin e argumenteve, edhe qfar duke i di që janë sultan. Do më probleme ki. Dhe mi thonë për që më gabim e ki keqo. Mi thonë mire ki, po se ka mirë. Mi thonë mire ki keqo, mi thonë gabim e ki keqo. E që shmi abo me këtë njeri, andaj thot Allahu gjë, elem të ra ila ledhi haqje. Pse? Zahmeti i madh. Zahmeti i madh. Pasaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, haqje Ibrahime fi rabbihi. E ka polemizuar, pra e ka morë në pytje Ibrahimin a.s. për Zotin e ti. Për Zotin e ti. Sepse i kanë shkua, i kanë thanë mbretit, Ibrahimi është një djalë, kështu ka ndodhë. Edhe në zarme këna gjutë, nuk e roke zjarme, nuk e djeki zjarme. Ka thanë, edhe ty nuk të logarit për Zot, nuk të logarit për të adhuruar. Apo? Ande ka thanë bere të foli me ta. Edhe haqje Ibrahimi fi rabbihi. Ka thanë, kush, cëlli Zot është që të raj? Apo? Që ty nuk je me muë. Qfar Zoti ko kaj? Dhe kjo është për arrogancës e qufarve, sidomos sultanave, kur mundohen kishe nuk për njofin Zotin e madh xhelle xhelalu. Apo kush është ai Allah? Kush është ai Zot? Krijuesi i qeve, i tokës, kishe nuk për din. Apo thuti se Nemrudi nuk ka bab. Thuti se Nemrudi si ka dek baba. Thuti po veç pak më menu, o Nemrud, ka erdhë ti? Nëpërmjet ai ka një vogël në ditë, po. Ai ka mbret kur e ka në Lirak? Jo. E po mos se ka mbret në ditë, as si u vone i madh, nuk i e Zot. Andaj, shiko, thot Allahu subhanahu wa taala hajja Ibrahim fi rabbihi. Kishe spia një Zoti, kush o ki Zoti jot? Çka o ki Zoti jot? Ka prunet i këtë Zot? Hasha wa kalla. Që është gjuha e arrogantëve. An atahu Allahu al-mulk. Kush problematika të ndërun xhamat? Shiko, ka thënë polemizonte ai, pra a ke parti at i cili polemizonte me Ibrahimin alayhi salatu wassalam për Zotin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. En atahu Allahu al-mulk. Kur Allahu i kishte dhënë pushtet. Pushteti problem të ndërrum xhamat. Pushteti problem. Një njeri me pas nga vetit, njeri kujton që u ka bën mbret. Mi pas 10 tranohet këtë. Me pas ushtri jam armenja, apo jam armenja insanit. Çfarë tha? Allahu ja tha i dha pushtet. E ki kur mendoj që ka pushtet, mendoj se çka më bëj çka doje. Ama pse je pushtetar, pse je qeveritar, pse ki je forcë, nuk do të thonë se je në vërtetën. Nuk do më thonë se je në rrugën e Zotit. Ka mundësi me kanë kitë ka prapa. Dhe Allahu xhelal nuk e lën asnjë njeri i cili on batil vetë se ja bën një dakik ku ka me kuptue se u ka batil. Atar çfarë thot Allahu subhanahu wa taala i kishte dhënë Allahu pushtet. Kush e ka dhënë pushtetin? Allahu i ka dhënë pushtet, po ai habit. Njerëzit kur morin pushtet të ndërum xhamat e kanë çket problem. Kujton që nana e ka linç aty në karriket postit. O insan, në spital ki lind. E i ka një vogël, e ki pi qumsht, e ki pi gjin, e ki ti ki kalu këto. Dhe mës harro, ama na, i ka një vogël, që ka të dho, atahu Allahu l-mulk, Allah ja ka dhënë mulkin. Qaj Allah i Ibrahimit që ti po polemizon me ta, qaj ta ka dhënë karrikën. Aj ta ka dhënë karrikën. Dhe njeri të ndërum gjëmat, kur nuk i kupton në gjërat, në emrin e Allahut, kitë ka e prapa i dalin. Andaj veç heke emrin e Allahut, këshire kur gjën s'kuptohet. Të ndërum gjëmat, qëto zullume që ka ndodhin në dunja, mës me kanë që ti i beson Allah, ta mund në fla rahat? Jo po na gjujnë, s'po na gjujnë. A na rok neve, as na rok neve. Gajle madhi u ka një njerëzve, apo? E ka na ruhe dhe Ramazanin të umor me dunjajen. A na gjujnë, as na gjujnë, nuk i kena gale. Të ndërum gjëmat, qka e ka caktu Zoti ka me ndodh, ajo qka nuk do Zoti s'ka me ndodh. Problemet janë dy lloje, të zgjidhshme, të pasgjidhshme. Ajo qka nuk zgjidhet mëse maj gajlen, ajo qka zgjidhet ka mu zgjidh. Andaj i besojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne i besojmë Allahu xhelala i ka ndorë krejt këta të cilët po dojnë me e ja flakru botën. Allahu mos jam mundsoft mi bosh herët ja rabbal alamin. Andaj shiko, pushteti jo problem. Atahu Allahu al-mulk, Zoti ka dhënë pushtet, edhe kjo ka habit. Çka ka marrë ndërun i madh? I ka thënë idh qala Ibrahimu. Ka thënë dietar sikur e ka pyet, ka thënë kush është Zoti jot?
Kush është ai Zot që ti s'u madhron mua? Kush është ai Zot që s'u madhron? Para se të kalojmë të ndërrum xhamat te kjo. Shiko. Sa zotë i kanë kohën e Ibrahimit alayhis salam, baba vet dvetët, çka i prodhon. Yjet, numëroni tash zotat çka i ka, sa i kanë. Baba vet prodhon plot yje, plot idhuj, të kalit dhe të vizatum, në të pikturum në bazë të idhullit që ka e kalipaj. Për që më vizatoma një ill, vizatoma një han, vizatoma një dill, vizatoma një melaç, që shdu, e kështu më ra. Lloji i parë i kanë adhuru yjet. Apo, i përmendëm, yjet që ka i kanë adhuru Jupiterin më të madhin për i tëre, pas të kanë kalu në han dhe djellin. Tjetër, i kanë adhuru dy planetet më të qarta në botë. Dhe ajo është hana dhe djelli. Tjetër që kanë adhuru të ndërum, e kanë adhuru zjarmin. E kanë adhuru mbretin. Kanë adhuru mbretin. Që i bie qëfar, son një grumbull i zotave të rem që adhuruon. Tani i djetarë qëfar kanë thonë? Pse një zot nuk i ban problem tjetrit zot? Vini rejtë, që ta kuptojna. Njoni ka adhuru hanën, apo, tjetri ka adhuru dillin. Ki hanës nuk o përla me këtë dillit. Ka thonë ti të anën në temën. Kish ka e ka adhuru illin, si ka bo problem që këti që e ka adhuru dillin. Pse? Ka thonë unë po mënoj që hana, unë po mënoj që illi o maj madhë. Ti ka thonë si ta kish dillin, adhuroje. A që ti ka shku për shemë të guri vetë. Shiko, kretë janë silë një orbit pa probleme. Apo, pa probleme. Si të cili ja ka adhuru zotin e vetë. Apo, dhe vinire, edhe e kanë fut shirkun shirk. Adhurimin adhurim, për shemë. Ditën e kanë adhuru dillin. Apo, ka thonë, shkoj edhe në mrudit të me adhuru. Pak në mrudin, pak dillin, pak të shpia, e kështë më ratë. Mirë, qish mund të më kanë një herë? Mu adhuru, her dilli, her hana, her në mrudi, her puti. Vinire kësaj të nërëm gjëmanë, o shumë rëndësi. Ate shikos, një ajet për para, s'ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu waliju alladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është mbrojtës i atyre të cilët kanë besuar. Allahu në bofi atyre që kemi besuar. I nxjerr nga erësirat shumës, dhulumat, ila an-nur ndrit nja, drita nja. Vinire kësaj. Walladhina kafaru, e ata që ka s'kanë besuar, awliyahumut taghut. Ata mik e kanë tagutin, shejtanin. Yukhrijuhum minan nuri ila adh-dhulumat. Prej nurit i nxjerr në errësira shumës. Ulaika ashabun nar, kret kanë me ikë të nxjerr, hum fiha khalidun, ati nuk dalin kur. Vini re të ndërrum gjëmat. Në Kur'an gjithmonë vjen nuri një, errësira shumë. Nuri një, errësira shumë. Pra, tera shumë, drita një. Apo, e tani, që ta kuptojmë tash të shirku. Këto kanë shirket lojet ndryshme sa nuk mund është mi numruhe. Ijet i kanë da, ki shivin, ki gjallin, ki me mes të zanë, ki me shkush të zania mirë, tjetri me dal e vladi mirë, tjetri murrit mirë, tjetri me hangër mirë, tjetri e kështu me ratë. Apo, a tjetri për shemull, si të cili ka po zotin e vetë, grumbull zota, grumbull të rem, të adhurum plot. Pse s'përlahën? Eulia u humut tagut. Sepse urdhat i marrin pini taguti, pini shejtani. E kuptove? E tani. Pse Nemrudi, që ta kuptosh? Pse Nemrudi nuk i tha kur kujna, çka e adhuron të illin, ose hanën, ose dillin, pse ti s'u adhuron mua? Kush tha ti me adhuru dillin? A di që unë jam Zot? Po veç Ibrahimit i tha. Pse? Sepse veç Ibrahimi a.s. ishte në rrugën e drejtë. Kur erdë drita me të cilën erdë Ibrahimi a.s. këto u zbulun si janë keq. Që ta kuptojmë një meselë të ndërum gjëmat, se numri i madh i shirkeve, i sherreve, i të këqijave në dunja nuk është problem për njëri tjetrin. A kuptove këta? Që i bie çfarë? Se e keqja nuk është problem me të keqen. Për shembull ti e sheh njëri për shembull del pi kazinos, edhe për jashtë e sheh njërin tu pi raki. Veç i thot përshëndetje, vazhdo. Pse bashkëna. Ai çetri këto tu ditë tash, njëri kazinos me këtë çka pi raki, ecin e shohin në zënaçar. Kalo mirë. Ban tu tret tash. Apo e shohin një ajdut, edhe ti mirë je, vazhdo. Apo si cili gjunaçar është në rregull me gjunaçarin tjetër. Për çfarë arsye?
yukhrijuhum min adh-dhulumati ila-n-nur. Sepse ata Allahu xhallahu çfarë thot? I nxjerrin prej besimtarët Allahu xhallahu i nxjerr prej errësirave në dritë, dhe ana sjelltas. E tani, e keqja një mund të keqen. E mirë, këto janë mbledh për shembull 5 gjunaqar, sicili me gjunain e vet. Asnjëri nuk përlahet me tjetrin. Gjunaqari s'ka problem me hajdutin, hajduti s'ka problem me kazinazhin, kazinazhi s'ka problem me çka lum bigjoz, ki bigjozi s'ka problem me rakixhian. Si ta shohin njërin në xhami i thot piktina. Komplet bëhen bashk, thot ik piktina. Pse? Se thot kina kam na thon tut këtë dhe haram e keni. A kuptove? Tash këto këto u banë 10 harama, ama këto e kanë problem vetëm me njërin. Pse? Thot ki tut këtë dhe kam na thon edhe ti haram, edhe ti haram, edhe ti haram. A kuptove? Njëri ja ka dhuru dillin, qetri hanën, qetri yllin, qetri putin, qetri nemrudin, këtë bashk janë kujt? Në shërbim të shejtanit. Andaj kur kush më kërkan për lahat. Ka ar Ibrahimi ka thon Allahu është ai i cili meriton adhurimin, a ki problema. A kuptove? Andaj të ndërum xhamat. Shiko, derisa ata janë në shirkiate të ndryshme, se kanë problem. Apo në India tham, njëri adhuron lopën, tjetri adhuron minin, tjetri adhuron organin gjenital të mashkullit, Zoti na ruaj. Adhurime të ndryshme. Asnjëri thon harmonia kjo, madje që thon kjo vlerë jona, apo vlera jona se harmonia e madhe. Veç muslimanët ju pengojnë. Veç muslimanët ju po. A e ke pa për shembull asni haram nuk ju pengon për harameve kërkujna. Apo edhe mirë po kush ju pengon? Musliman. Pse këto falen? Pse këto agjorojnë? Pse kjo ka mbluë? Për shembull ishe 500 femra të shplume, kit në rregull jemi. Veç njëna ka lëmë mbulesë. Çfarë kjo thot? Nuk kam mbluë kjo. E pse të problem po 500 me fustanat ndryshëm, më të shkurtë e më të gat, ama veç kjo ju pengon se yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Të ndërum xhamat. E territ si pengon, zjarrit si pengon, haramit si pengon. Kush i pengon? Ku vjen e drita. Ku vjen e drita. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala, a ki pati atë i cili ka polemizuar me Ibrahimin alayhis salam për Zotin e vet. Po parashtrohet pyetja, pse Nemrudi nuk i mor adhurues të idhullit? Me i thon, po pse bëju adhuroni idhullit? Sepse shejtani i nxit këtë për një herë mi bot të qia. Me kanë ka problem shejtani? Ja. Por shembull të ndërmjet. Edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, në Mekë, në Kabe i kanë lënë 360 idhull. 360 puta. Kush ka dash, çka ka dash ka adhurue. Me vite të tëra kush kërkujnë si ka bo problem. Kur ka arë Muhamedi alayhis salam ka thënë adhuron e Zotin, e ki problem. E pse e problem ki? Po ju 360 zota i keni. Po ama këto tut 360 janë batil. Allah i hak. Ha? Allah i hak. Çish më apo? Andaj shiko, dhe këtu duhet me morni mësim të madh të ndërum xhamat, se njerëzit nuk kanë problem kur janë të këqij ndërmes veti. Qish kuptohet hajduti me hajdutin, me si mirën vesh. Ha? Unë këtë zonë ti na zonë. Mos më përzin me halla. Mos më përzin. Unë kam këtë zonë apo e shati kazinashin me ka qish mirën vesh, me si apo. Mos u parkoti këtu, unë kam këta. Apo zinaçart me zinaçart nuk e kanë problem. Apo të ndërum xhamat, ai vjen zinaçarit i nati pse e ka marr dikush lavirën e vet? Jo. E sillin një lavire me lavira të shumtë. Ama kujti veni nati, një gruje më po prejke ndërshme a problem. Që të në mësën Allahu xhallahu ala? Kur ka pandërshmëri, kur ka zina, kur ka lavirlëk, kur ka amoralitet, nuk ka probleme, sillin një dunja ata. Se kur kujt nuk i dhimë se e din që a përdal. Ama ai që i martu me gruje ndërshme, ai kiametin e ban për gruje vet. Se unë jam i ndarshëm o insan. Unë jam i ndarshëm. Dhe është interesant se edhe plot prej njerëzve që janë martuar xhelozon për gruje vet. A nësë është për shembull amoral, edhe ka edhe dashnore. Si dhimë dashnore apo lesa. Apo? A me gruja po, pse? Se kjo është ndarshme. Po këta si Allahu na kallzon. Këto kishin shumë shirkiate. Si është problem këto në mes vetë u mirëshin vesh. Vesh me Ibrahimin s'u mirëshin vesh. Po lëna edhe Ibrahimin, lëna, ju i 100.000 zota i keni. Ku po ju pengon Ibrahim alayhis salam? Ama jo ju pengon, sepse e vërteta pengon të ndërum xhamat. E vërteta pengon. Andaj, gjëja e parë që duhet ta kuptojmë të ndërum xhamat, cila është se Ibrahimi alayhis salam erdhi me të vërtetën dhe vërteta ju bën problem njerëzve. Tjetra, të ndërum xhamat, çfarë është? Shiko, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. A ke parti o Muhammed alayhi salatu wassalam at i cili e ka polemizu Ibrahimin të Zotit vet.
Të ndërum xhamat, kush a dash me morr kanë pyetje? Kush a dash me morr kanë pyetje? O dash me morr Ibrahimin e Mrudin. Çish beti si beson Allahit? Allah na ka dhënë këtu në këtë ajet se kur të prishet në dërshmëria, edhe logjika, edhe njeri pushtetar e ke çpordor pushtetin e tina, e ban atë normalen, jo normale, e jo normale kalon në normale. Të ndërum xhamat, cili a dash me vet kat? Por shema, a duhet na mi dhon diku na xhevap se na i besojmë Allahit a? Jo vetë na ka dhënë ato që besojnë Allahit se si besojnë Allahit. A duhet na që spina raki me i kallxua atë në që pin raki se apo kush do të më dhon? A raki gjithë me na mor pyetje neve çka spim raki, pse spinë ju rakia? Jo more e kundërta është. Na do të më por pyetja ata çka pin raki, pse pini raki ju, Nuk mundove hajdutin neve na kallxu femra, thonë ju pse zvedhni? Mor ti pse i to vedh? Atë shiko, kur prishet natyra, do ti e gjenot te na. Ai ban mëkate, do ti pse se lejon këta? Ai vetëm me mend, ti. A je me mend ti çka fol? Unë do të më mor ti pyetje, unë do të më mor ti llogari. Pse ti më man këtë çia? Për Allah, çka na thot neve? Kur të prishet natyra, i keq e marr pyetjet mirë. Ato i thoshin Muhamedit alayhis salam, pse ti sa dhon idhullin? O more ju, unë do të më mor ju me pyetje. Sepse normale jam i besu Allahit, jo e kundërta. Çfarë normale të ndërmë xhama? Pse ka kriju Allahu dunjën deri në fund, apo a ka dishu dikush që qiellin e ka kriju Zoti? Faraoni me gjithë arrogancën e vet, te Musa alayhis salam, faraoni me gjithë arrogancën e vet, çka ka thënë? Ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti juve më i madh. Argument, tash të ndërmë xhama për me rrit muhabetin më shumë, çisha dash me thon? Qiella është e jemja. Ama hacë dhuje. Po hacë dhuje se ata vetë kishin thonë, po so babu dallë këtë nivel, oti. Se qiella sa jotja. I kishin thonë edhe Karuni kishin thonë, mos e ban të veçën deri këtë nivel. Çka ka thonë hadi enhari, që Nili jo jemi. Nili tamam, se në tokë e prek ujin apo. Hajtu qiella jemja. Hajtë dhuje kam kriju qiellën. Të ndërum xhama se ta kuptojmë një meselë. E natyra e pastër e njerit, bazë, substanca elementare, mi besu Zotit. Zotin e ka krijuar. E Allah këtu çka po na thot? Nemrudi e ka marrë në pyetje Ibrahimin kush është Zoti jot. E kundërta duhet. Andaj Ibrahimi do ta shikoj si do të përgjigjet. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti jam një jetë. O ti që i koni dekt, Zoti jam të ka krijuar. Wa yumit, dhe ai ta merr shpirtin. Apo, andaj shikoj. Kësaj i thënë tenkisul fitra, kur përmbyset fitra. Kur njeri më nuk ka njeri, andaj të ndërum xhamat të mësojna veten tonë, edhe familjet e tona, që ne ta dije baza pikunisët. Mos si alejobe ti atina të prishtit me të kallxu pse ti si je çashtu. Nuk mundet e zbulumja me morë më pyetje të mbulumë pse je mbulue. Po e kundërta, kjo e mbulumë ti thon, ti pse s'mlohesh? Ai shka falet, ka drejt me thon aty shka thon, ti pse ti s'falesh? Apo nëse hina të ndërum xhamat 100 veta në market, dhe secili blen çka ka me ble. Edhe në fund atje kemi kacën. Me do me llogarit, do me pagujt. Apo edhe për shembull 99 veta, këtë i mbledhin ato artikujt e vet, i pagujnë edhe dalin. Edhe njëri do mu bë pak më kabadai del edhe s'pagun. Apo edhe çka po do njerëzit tashmë na bën neve. Po do të çiki njëri çka s'ka pagujt me thon, pse paguni be ju? Po normal më pagujt, do më mbledhëm edhe pagujtëm. Apo s'do të më pagujt. Çish bezë të më pagujt, pse e morë, apo? Kjo, këta do në qështu me thonë, ju, hajdi në dunja, shizonit mirat e Zotit, shizonit këtë ta begatit e Allah subhanahu wa ta'ala, të lidhë Allah. Qështë, o ti se kanë s'ke egzistu hiq, edhe s'ki me egzistu. Si e kanë, i e pak, s'ki mu kanë, kaq. Ti e konsumator, të ndërum gjëma, ti e konsumator, mos mu kanë konsumator, bankën me vetin, vërta jabna, pësë në mera, ba. Ani të shtina e si dush ati me veti kartelë, mos të bënë dobi, abo, me të pa dikush me kartel, që thot? A i me mirë, e ke marë kartelën se marë. A ka hoqë? Jo hoqë, as prejtë as kërkush, nuk le. Pse? Se thot, ki ka vdek, mo. Ki ka vdek. Andaj, të mësojmë cilë o baza, të uhidi o baza të ndërum gjëmat, imani o baza, mos lejojmë i ketë shtineve me në morë logari, por na du të me vetë ata. Ti pse s'beson? Ti je në rrugën e keqe, hajduti mos të morët në llogari, pianeci mos të morët në llogari. Ti do të më thonë aty, pse ti pi? Pse ti vjedh? Pse ti ban keq? Pse ti sfaresh? E kështu me radhë. Andaj kjo është përmbysja e natyrës. Tjetra të ndërum xhamat, çfarë? Ju ka përgjigj Ibrahimi alayhi salatu wassalam idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ju përgjigj Ibrahim alayhis salatu wassalam, që to këtë çka i tham na të ndërum xhamat që i kanë nxjerr dietar,
Ibrahimi këtë ka mujtë mi a thonë, ka mujtë mi thonë, ti s'guzon me mërë pyetje, unë të me të mërë pyetje ti. Mirë pra Ibrahimi s.a.s. të nërëm gjëmat nuk e ka pas këto sikletën e ka pas ti përgjigjet edhe ta kryja amanetën e Zotit në tokë. Ta kryja amanetën e Zotit në tokë. Që ka thonë, idh kale Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Apo, Allahu Gjelluala të nërëm gjëmat e ka përmen 3 herë Ibrahimin këtë ajet, hitë se ka për mbretin me emër, për të regu qfarë. Se ai I cili e menagjon këtë muhabet është Ibrahim a.s. Për ndryshë ati nuk I kutsohet kur farëncije. Pse? Shikoni. Sepse përmendja e emrit e përkufizon të keqen të ai. A përmendja e cilësijës të kalzon qka? Se kjo mërët me ndodhë ka dhe në mrudat vogli. Ka dhe në mrudat vogli. Aja ka një madhë me takat, ka në mrudat vogli. A ka Ibrahim atë vogli? Jo. A dhe është, shiko, Kur'ani jo precis të ndërum gjëma. Por shembo, kur ka mundësi mu përsërit rasti, thot e ledhi, aj, I cili. Kush është a I cili? Aj. A kanë, po s'po të kalzojemi. Se përsëritët. Mirë, kur nuk përsëritët, thot idh kale Ibrahimu. Kur tha Ibrahimi, pse? Se më stojë njëni, thot, është një nëmrut që a gje, qko ju në të bona Ibrahimi. Ja, Ibrahimi ka vdek, ti zmash mo Ibrahim. Apo? Por shembo, qërën Kur'an. Gjithmon, Allahu Gjelle Gjelalu, kur e përmen, nanën e Isait a.s. Me qka e përmen? Me emën. Pse? Sepse rasti Isës edhe Merimit përfundon të aj. S'ka më papop, veç të aj. Andaj ka thonë, wa Merjem e binte Imran, dhe Merjemja e bia e Imranit. Apo? Wa Isa ibnu Merjem, Isa I biri Merjemit. Pse? Sepse Is zbat më kërkush, Merjem zbat më kërkush. A Nemrut? Po, Nemrut a ka plët. A më nëse delni Nemrut tjetër, a mujnë në me thonë, unë jam Musa jëtë, unë jam Ibrahimi jo. Andaj shiko, 3 herë, me një ajet e ka përmen Ibrahimi a.s. a Nemrudin hiq, për të regu Zoti Madh Gjelle Gjelalu, se Nemruda ka me pas vazhdimisht, a Ibrahima jo mo. Nemruda ka me pas, a dini sa Nemrudi janë ndunja tash. Të Nemruda që përdojnë me ashti fitilin botës. Allah më se mund sofja Rabbel Alemin. Këto kitë Nemruda janë të nërun gjëmat. Kitë Nemruda janë, kitë faraona. Apo, ama Zoti Madh Gjelle Gjelaluhu e drejton punën e vetë, dhe I mas mirë ti e din halin e robëve të vetë. Andaj, qiko, idh kale Ibrahimu, Rabbi e ledhi juhi wa jumit. Ja dha përgjigje e parë, cila atë ndërum gjëmat. Mas shumë përgjigjeve që ja u kishë dhanë popullit vetë, që s'kuptonin fare hiq. Qka tha? Tha Ibrahim a.s. Zoti im është ai I cili jep jetë dhe merr jetë. Pra ai, o Nemrut, ka kriju tyje e babon tan e babgjishët. A ki pas babo Nemrut? Po. E po qish be Nemrut, ki pas bab, ki dal pi barkit nanës edhe po thunë jam zot. E po, a dhe me pelena kur I kon zota, a dhe lirak I kon zota. Qka është këtë shmenduri që ju ka kap juve? Qish mund është me diskutu për Rabbul Alamin? Ledhi juhi wa jumit. Zoti jam jep jetë dhe merr jetë, ndërum gjëma. I ka thonë Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Çka thonë? Qal. Allahu nuk e ka thënë këtë emrin e këtij. Qala ana uhi wa umit. Shikoni tani të nëmërut, këtu të kemi një lloj ahmaklëki, një lloj të veçelizmit të madh. Domthon arrogancë një. Do ta shohim pastaj cilësitë e Nemrudit. Arrogancë, ignorancë, mendje madhësi, mendje lehtësi, mendje trashësi, ahmaklëk. Çka I ka thonë? Qale ana uhi wa umit. Tha unë edhe unë ngjalli, edhe unë jap jetë edhe marr jetë. Edhe unë jap jetë edhe marr jetë. Apo e mirë, po të ndërum xhamat, çka I tha Ibrahimit, çka po thot ki? Çka më dhon jetë, çka më mor jetë? Çka ka bëu të ndërum xhamat? Ka transmetuar dietar, sigurisht Imam Ibn Xheriri, Ibn Kathiri rahimahullahu taala, të tjerë pe ulemave. Çka ka bëu ki? Çka ka bëu? I ka thënë atyre rojeve, mi sjellni 2 burgos me vdekje. Që I keni burgos për me vdekje, dhe sjellni këtu, dhe I kanë thirrë përpara. Ka thënë Ibrahimit alayhis salam, I ka thënë, këto 2 ditë janë burgos me vdekje, kanë më ekzekutu. Kanë burgan për jetëshëm. Apo, në rregull. Edhe I ka marrë shpatën dhe I ka thënë njërit, preje njërin, mytë. Edhe e ka mytë. Tjetrit I ka thënë, ti je I lirë, e gëzofsh, hec. Edhe I ka liruar. Këtë kanë marrë xhenazë, kanë ikë. Qale ana uhyi wa umit.
Edhe unë jap jetë edhe marr jetë. Shiko dietar thonë Ibrahim a.s. këtu ka pas shumë me fol. Shumë ka dosh mi kallzu, mas pari kanë të veçeli madh. Se si të dish kem të fol unë, shkoj të fol ti. A dish kem të thon unë, shkoj të thon ti. Apo, dhe shpesh herë kjo ndodh në debat në Rumun. A ki çetër shka fol, e ki çetër shka i thot. O inca kada. Na të fol për ti çka tjetër. Shka bën be ti? Po këto Allah i ka kriju tu dit. Apo, ti veç mburg i kish ti. Apo, ti mas pari, njëri ka bot 30 vet, ti dhunë ja dash jetëm se e lirova pi burgit. Po jo nuk e zemrën kush harun atina, zemrën për mirë rre. Ibrahim sa më ka mujt shumë se më thon. Të ndërruam xhamat, çka jeta dhe vdekja? Ha, çka jeta dhe vdekja? Jeta dhe vdekja është çfarë? Mi dhan çënjës së vdek gjallnin vet me hec. Jeta është, ha, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allahu ja thot, pasi e krijova Ademin pilloçit, i dha shpirt, edhe ai vet heci. Apo sot shkenca ka përburu deri maksimum, apo do ja adhurojnë shkencën, ka përburu. Thot, ket mujna mi bë shpirtën i japna. Ha? Shpirtën i japna. Ta krijon mizën, aparat, ban mizë apo. E krijon robotin në vend, ta jep shërbimin, ta merr kafën apo. Ama me bon atje në kompjuter dikush më thon, më shoj një shpull, më shon. Ama pi kompjuter atje. Ama i vet s'di. Me thon për shembull, s'ban, apo. Aty pi kit timrena e ki, pse s'ki shpirt. Shkenca ka arrit, sa ka arrit, thot shpirtën e japna. Shpirtën e japna. Çish mira. Çka shpirti të ndërum xhamat? Ha, yes'alunaka an ar-ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Të pyesin ti për shpirtin e Allahut, thuaj shpirti ja punë e Zotit tëm. Hajde japi shpirt. E krijon po, e merr likurën po. Ketja ja. Ama çish mi dhan shpirt? Çish mi dhan shpirt? Andaj vini re kësaj meselë të ndërum shumë rëndësi. Ibrahim a.s. tha Zoti jam jep jetë dhe merr jetë. Pit dekmit e ban gjallë, pit qalmit e ban dekt. Apo, andaj gjëja e parë që ka ai se ka kuptuar në mrudi, është se dhënia e jetës nuk është marrja e burgospit dhe lirimi i tij, por është me e kriju pilloçit një njeri dhe me i dhënë shpirt atina dhe këtë lloçin ti me e krijuar. Lloçin ti me e kriju, materien ti me e krijuar. Ajo landën bazë ti me mor pi Zotit, pastaj me thon që unë çka bona, që këtë tavolinë të ndërun xhamat. Na jena bindur se e ka kriju, e ka marruar zdrugtari, apo ai çka punon me drum. Po, ama thot druni i Allahit. A pranon çta? Druni i Allahit, a çashtu? Druni i Allahit. Çka ke bëti thotë unë e mora e prejva e ngjiva e liva që tavolinën. Ama druni është i Allahut subhanahu wa taala. Andaj materia bazë është e Zotit, pastaj ka dhënë shpirt. Yuhyi jap jetë. Si ja shpjegoj hiç Ibrahimit çeta. Ka mujt më ja shpjegoj më thonë. A di çka i bën me dhënë jetë? E çka është me marr shpirt? Me marr shpirtin ndërum xhamat, kisën e ka dalluar mes me vra edhe me marr shpirt. Dallon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit gati kon të vra. Allahu subhanahu wa ta'ala thot Kur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa immata aw qutila." Muhamedi sa nuk është tjetër po si dërguar, edhe para tij ka pas të dërguar. Pastaj çfarë ka thonë? Nëse vdes një ose vritet, ka dallim me vdekje dhe me vrar. A nuk ka rezultati i njëjtë po për mi kallzu këtina, çaje të folve. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ai Zoti jam jep jetë dhe merr jetë. A dallon me vdekje dhe me çfarë? Me vrah. Çka dallon të ndërum xhamat? Vdekja është çfarë? Përfundimi i një qenje e cila është e gjallë pa prekjen e askujt tjetër prej krijesave. Apo, çish ka tunet në karrike thot vdiq. Kush e prekjeve? Kurkush. Pak me pas prek dikush, tentativë për vrasje. Biner kalon, tentativë për vrasje. Çka dallon ti, për shembull, kur vdes baba ose kush do që i vdek dikujna, vet apo edhe për shembull, dikush për shembull pak e kashtije. Pak e kashtij, do të më morë në gjykatë me ta. Pse? Ma vrajti. Apo, e ka mundsi ka pas 170 veta, kon do të dek në vend aty. Ani pse e shtinë ti? E shtimja, argument se ti e ke vrarë. E ke mit ata. Çka tha për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Nëse vdes Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, që realisht ka vdek. Au kutil ose vritet. Pra nëse vritet piqe tërkujna. E Ibrahim alayhis salam ai ka ditë çto mohabetet të ndërun xhamat. Po i ka ditë se pejgamber, se dietar kur i kanë ditë ai ka ditë më shumë. Ama asnjëun se ka thonë se pra, masi jetë të veçel ndër këtë derejgje ka përcejnë. A i ka përcejnë? Leje këtë muhabet. Leje këtë muhabet. Pse s'ka bo ma që mu i thonë? Ka mujtë Ibrahim së thonë? Ja. Qëka ka mujtë mi thonë?
A e vrajt e këtë njërin për kost? Po. Për me të kallëzu ti që ka jam të fol, a e vrajt e po, në gjallë. A e vrajt e, po. Për qatë zotë që ka jam të të folune, a e në gjallë këtë. Hajë në gjallë e ti. Po kjo a kanë thash, mendjetrash dheri maksimum, ka thonë, ka përceje. Qëllimi a kanë tja qoj argumentin sa më të shpejt, dhe a i të thoje s'di shka me të thonë. Apo, edhe pse ka mujtë mi thonë, por e ka pas që kjo botë e komplikume për këtë, a botë ta shpirtit e njalli e merë, apo, dhe vini rejtë ndërum gjëmal, premsime dhe. Ibrahim a.s. idh kale Ibrahimu rabbi e ledhi juhi wa jumit. Ka thonë Ibrahim a.s. Zotë jam është ai cili jep jetë dhe merr jetë. Dhe Nemrudi si ka thonë, jo. Shemull, Ibrahim a.s. ju kujtohet kur folte me popullin e vetë. Që ju thonë te? Bër rabbukum, jo këto, po Zoti veç. Këtu s'pi thot ki jo, Zoti jot. Jo, shmja më hu që Allah jep jetë. Ka thonë, ene uhi wa umit. Edhe une. Andaj të ndërun gjemat me Zotin, kur nuk dojnë me atë i kalu, veç ortak më met. Veç mes mi ortak. Ama as ortak s'po Zoti Gjelle Gjelalu. Pra, me Nemrudi nuk pi thot, kushbe, po Zoti jot nuk jep jetë, as nuk marr jetë. Ka e kënë zërti që Zotë jot. Jo kje pohoj këta, e ka përcej këtë fjali si të krime. Tha, ene uhi, edhe une, a banë edhe une t'i që ati. Jo, nuk banë se s'mun është me bo. Apo, andaj shiko, gjithë mund të batili eksiston që kjo. Ani, edhe shlomi e haka, ma është, edhe këto, jo, se janë haka të. Apo, ju e keni mirë, po dhe na kena mirë. Jo, s'mun me pas këtë mirë, në rëmë gjëmat. S'mun me pas këtë mirë. Njën e ka mirë, nëse janë të kundërtat pa bashkume. A nëse janë të kundërtat që bashkohen në regull. Ka raste që s'bashkohen të kundërtat. Nuk bashkohen të kundërtat. Andaj edhe nuk ka mundësi me pas ortakri. Çka tha? Ene uhi wa umit. Tha edhe une marr jetë, edhe edhe une jap jetë, edhe marr jetë. Ibrahimi a.s. të ndërum gjemat, e te kaloj edhe këtë. Pse te kaloj edhe këtë? Pasi që e pa që shumë e rano këpyti për tije. Edhe pse shumë e qartë. Zoti jem, neve në falë, në jep jetën. Edhe ajna i merë jetër. Allahu jetë e waffel enfuse hine mautiha. Allahu gjithë thëtë në Kur'an, Allahu është ai cili kur ju vend vdekja shpirtrave, a i merë ato. Zoti i merë, Gjelle Gjelalu. E qëta ka dosh me ja shpiku këtina, por se ka kuptuhe. Qëka ka ndodhë? Ibrahim a.s. nuk ja detalizon me me që aty, por çfarë ban? Kalon në një argument edhe matë qartë se kjo. Cila është ma e qartë se kjo? Dhe gjënë që i ka thonë Ibrahim a.s. Kale ene uhi wa umit, kale Ibrahimu. Tha Ibrahim a.s. Fe inna Allahe, aja Allahu që ka jem të të folën e ti për ta, Zoti madhë, subhanahu wa ta'ala. Fe inna Allahe jeti bi shems min el mashriq, fe ti biha min el maghrib. Këtë nërëm gjëmat e ka bala baqu, leje këtë, si të morë vash. Shpirti, qka është vdekja, qka është vrasja, leje këtë muhabet. Dhe kjo do të tashojmë në gjëratën ardhshme prej dobive të tejkalimit ahmaklëkit dikujt, leje. Apo? Kini po ati ta qëtë shkype, ka përceje. Së marrë vash, Allah, gjukime, a unë nishin vetë të shpiku una, sa vetë dojë do? Qka poni? Kalo. Hytë s'kam vakt më morë me timë në me këta. Qka i tha? Kale fe inna Allah e ti bishems. Ha shkum një pak ma qarë, se kitë që të punë mi ban zotë jem. Apo? Kitë që të punë mi ban zotë jem. Qka tha? Fe inna Allah e ti bishemsi min el mashriq. Tha Allahu zotë jem është aj i cili e sjell diellin prej lindje, ti bishemsi min el mashriq. Aj e sjell nga lindja diellin. Fe ti biha min el maghrib. Ja këtu ku o midis diellit, këthaj e prap. Mini herë ka thonë, qëta është këthaj e prap. Dhe këtë në rrumë gjëmat ka qenë balafacimi ma gojmbyllës nga anë Ibrahimit a.s. Apo, me të thonë dikush përshimu, para me no me patin i njeri, të bon qështu me dur, qëka i të bon, ta shtin dilin, lo. Si të gja, i me mirë ka krija, së mundët me babe këta kurkush. Apo, të në rrumë gjëmat shkenca, kur fletë për dilin, për dritën, për fuqirë qka e ka, për energjien, apo, fizikan, qka thojnë? A ki po kur e kallë dritën ti? Ajo, pa tjetër me po pak zhurë. E tash fillojnë duke të i përparue, edhe e bojnë ma të zhvillume, bro, sa ma pak zonë. I shifni edhe makinat munon mi bo sa ma pak zonë. Pse? Sepse shikot të ndërru në gjemat, e blun lukëti bukën, po. A njët zoni? As njët kur gjo.
Zemra pompon, s'nihet kurrë. Kur kujt çanin ti, apo? Sa duhet mu qetësu njerin shtëpi mos me pas asnjë zhurmë, me ra me flet, janë tani pompimin e zemrës. Sa precizisht krimi Allahu subhanahu wa taala, mos me të bën problem këto mrena kur gjon. Gjithë ato puni krin mrena, ti hisinin ato. Apo, a me bon pak veç me, apo, një makinë me e kall, i thua, ku e gjete vllon këtë vakt me e kall, nale. Apo, e kall kujshia për shembull vetëm makinën me e fshinje shtëpinë, ti thua, ku e gjet me këtë vakt, se zhurmë ato mo. Ndërkohë që ti ta fshin luk ti këtë hajën çka e ke bëhe, edhe runa Zot që hajnë ana shumë, ama apet nuk ban kur gjo. Nuk ban zhurmë. Para me a Zoti i Madh që tan kish bë, kush ha shumë ka muni. Ke dish me konfiliz. Ama Allah subhanahu wa taala ka po have sa dush. Have ti çingille ban hiç lukë nuk ka zon zhurmë kur gjo. Apo, ama e ki po traktori kur vjen? Traktori pak më i madh. O gjitha zhurmë ban. Ama këto kerat pak më të zhvillum janë, me më pak zhurmë. Dritën kur e kall të ndërum xhamat, dritën kur e kall. Pa që të njët ati, trak, kure e kalla, apo? Edhe pse, se e shlon. Sa ma e madhe drita, zhurma ma e madhe. Djetarë shpa kanë thonë, nëse e kishmi përkëthi, mare men këta, nëse e kishmi përkëthi energjien dhe forcën me të cilën lind djeli, gjdo mëngjes, në zhurmë aktive, kredut me dekë. Nëse e përkthejmë dili sa ta kat ka kur del, si kur ta kishlu Allah me zan, me zhurm, na du të me dek, se të plasin vesh, du të me dek. Por Allahu subhanahu wa taala çdo sabah e bje, edhe atë çka fal sabahin hiç thot fleti, hiç mos ta prish zhurmë. Apo ti një kujshi tranon me zilën tonë në një kaqore. E i thua, e hibe davan që këtë vak që i do më thirë. A zilën ti vete kinue, ama së shashtri se ki po janë do zilët këshia. Alarmi a ki po qishtu, ti ka do zile telefoni thu, apo zhurma ma e keqe, si do mos kuram për vakt sabajt dhe për me dalë në punë, apo? Sikur që thonë, nëse mbejnë frakti për që si alarmit ka me mra. E Allahu subhanahu wa taala, sa njerit nuk qohet me falenderu Allahin sabah, ama dili nuk jetë razon, nuk jetë razon. Me pas shlu zhurm të ndërum gjëmat, shkenca këta e pohën, se takat një i madh. Lind përëndon, edhe asë njëherë nuk të ka pengu veshin. Apo, dërko që makinat tona e mjetët tona shumë zhurmë bajnë të ndërum gjëmat. Shumë zhurmë bajnë. Apo, andaj, qëka i tha Ibrahim a.s. Tha leja atë muhabetin e parë, edhe pse për ti dush me mshirë me muhabetin e parë, se ti asë nuk jab jetë, asë nuk marrë jetë. Që e vrajt e njerin edhe unë jab jetë. E janë, ti e vrajt e njerin, ti leqi zullum bane. Qëka i tha? Fa inna Allaha ya'ti bish-shams min al-mashriq. Allahu e bje diellin prin lindje. Fa'ti biha min al-maghrib. Hajt të këthaje. A je Zot? Po. Që Zot jam që ka po? Këthaje. I kënë po forca me forcë. Ki e shlën raketën, ki thot në qila zuna. Tak, pse? Se jam i fort. Apo? Që kënë të qëtu e të duhe lufta. Ki e shlën raketën, ki thot ja kam zanë 700 raketa në qilë. Edhe ja ka neutralizue. Qa ka bo? Ja ka neutralizu. Tak e ka kap kitë me të kur që s'ka bo dam. Se? Së unë thot jam në i fort. Qa i ka thonë Ibrahim a.s. A je Zot? A je Zot? Zot janë dilin e be. Zot janë dilin e be. A nuk i ka thonë, që ka mujtë mi thonë kështu? Ka mujtë mi thonë, Zot janë ka kriju dilin. Qa Zot ka kriju dilin. Po ki më sanena kja kish njës për shemë, me ma një lule, unë që e kryova. Për mësme hinë këtë të veqër lëkë që i ka thonë, fe inë Allah e ti bishems. Si ka thonë e ka kriju po, qëfar, ja ka pru proces konkret. Ka thonë që Allah atë e pru dilin. Apo? Këtheja, masi i ma i fort. Këtheja, s'ka mu po aksham. Për këtë asyje para kiametit, për me të regu se aj i cili me mija vite kanë zirë dilin për në lindjes për rëndim, një ditë për ditë vej thot dilit, këthe prapë. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pendimi të Allahu pranohet derisa nuk kthehet dielli pika perëndimi. Pse ka me bë Allahu çata? Për me kallëzue, o ju njerëz deri tash ne kemi bë këtë proces. Po ju sa keni numenën. A ditë që kthehet prapa, çdo ditë sabah i lip Allahu subhanahu wa taala diellis izën atë për ditë del, për i lip izën për ditë. Apo, fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq, Zoti jam me bë diellin për lindjes, fa'ti biha min al-maghrib. Shumë e thjeshtë me vërtetu që i je Zot. Veç ktheje, edhe u krije, sikur që i tha Allahu subhanahu wa taala, a doni merzu Kur'anin? Që unë ju ka thënë merzuë. Beden janë më të fortë dhe u krij mohabet.
bërë një Kur'an më të mirë edhe thu që kitë Kur'an një Muhammed e sam që kitë tjetëri më i mirë. A mos më bebje. Andaj, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, febuhit e ledhi kefar, ju më shëllë goja qafirit. S'pat më shka me thonë, qysh me provu tash? Qysh me provu tash? Me pruhe, me sildi. A mund është me sildi dhe? S'ka mundësi. Andaj të nërëm gjëmat, Allahu ka vendos argumente në qiell edhe në tokë sa njeriu nuk ka mundësi mu shtip me ta. Thotë që i khulli Islamu Tejmi rahimahullah, besimi në Zotin e Madh është daruri i pashmangshëm. Ti edhe me dash me ta, s'ky besoj Allahit, s'mundesh me ta. Andaj vezvesët e shejtanit sa do që e torturoj njeriu, prapë Allahu subhanahu wa taala është edhe më i fuqishëm në besimin e tij. Këtu të ndërum xhamat, kemi edhe shumë sekrete, edhe shumë fshetsina, si e ka zhvillu debatin Ibrahim a.s. dhe shumë mësime edukative, dhe se do të shojmë me lejnë Allahu të bareke ve teala, si e ka zhvillu polemikën, si e ka bot debatin me këtë mbrajt, do të shojmë pasaj me lejnë Allahu të bareke ve teala, dhe në gjëratën e nesër, me lusim Allahu subhanahu wa taala, që Zoti jon xhelel xhelal na mundson që të lexojmë nga libri i Allahut, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të mësojmë nga ajo që Allahu subhanahu wa taala na e bën të dobishme në dunja dhe të dobishme në ahiret. E lusim Zotin e Madh xhelel xhelal, pasi që jemi në mesin e Ramazanit, Allahu agjerimet tona t'i ban qabul, e pjesën e mbetur të Ramazanit Allahu na mundson që ta mbushim me vepra të mira, me vepra që të kënaqin Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal, Allahu xhelel xhelalu t'i fal gjunat tona, mëkatet tona, të dukshme, të padukshme. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.